Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam vargëzimin e 5 të mëngjesor, të lavdërimeve ngjallësore, të tingullit të rthorë të katërtit, pësove në kryq. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Pësove në kryq, ti pa pësuari nga hynia, dënjove varim të triditshëm, që të na çlirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e 6 të mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit të rthorë të katërtit, i falem dhe lavdëroj. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, do me thënë paskale. Ngjallja e Krishtit është thelbi i jetës liturgjike dhe shpëtimtare të Kishës Ortodokse, përmbushja e plot e planit hyjnor për shpëtimin e botës. Pa këtë ngjarje të madhërishme, predikimi i Ungjillit do të reduktohej në një sistem thjesht etik ose një koleksion rregullash morale pa fuqi shpirtërore. Ngjallja është themeli i besimit krishter. Ngjallja jo vetëm që shpall triumfin mbi vdekjen, por gjithashtu hap horizontin e shpresës për jetën e përjetshme për të gjithë ata që besojnë në Krishtin. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy shtyllat qendrore të teologjisë dhe himnologjisë ortodokse. Këto nuk janë thjesht të vërteta për një reflektim intelektual, por përvoja të gjalla shpirtërore që ndriçojnë jetën e përditshme të besimtarëve. Përmes liturgjisë dhe himneve të Kishës, Kisha jeton dhe transmeton këtë realitet shpirtëror të ngjalljes. Çdo e diel, e njohur në traditën ortodokse si dita e Zotit, është një përkushtim i kësaj ngjarjeje shpëtimtare, ndërsa kremtimi i Pashkës, si e kremtja e të kremteve, është kulmi i jetës liturgjike dhe shpirtërore të Kishës. Ngjallja nuk kufizohet vetëm në periudhën e Pashkës, po përshkon të gjithë jetën kishtare përmes himnologjisë së traditës së 8 tingujve. Këto tinguj, që përsëriten ciklikisht çdo 8 javë, shprehin dimensione të ndryshme të misterit të ngjalljes, nga pendimi dhe prullësia e thellë deri te triumfi dhe lavdia hyjnore. Në këtë kontekst, kori i përbërë nga psaltë të anagnostët i sombajtësit luan një rol kyç. Ata janë ndërmjetësit shpirtëror që përçojnë fuqinë e ngjalljes përmes zërit të tyre, duke bërë atë të gjallë dhe të pranishme në jetën e besimtarëve. Përmes himneve shpirtërore të Kishës që ndërthuren me thellësi teologjike dhe bukuri artistike, zemrat dhe mendjet e besimtarëve lartësohen drejt Perëndisë. Himnet e ngjalljes jo vetëm që lavdërojnë fitoren e Krishtit mbi vdekjen, por edhe ftojnë çdo njeri të marrë pjesë në këtë triumf, duke përjetuar dashurinë e pafund të Perëndisë. Çdo notë, çdo melodi e himnologjisë ortodokse është një shpallje e dashurisë dhe dritës së ngjalljes, duke e shndërruar jetën e njeriut në një udhëtim drejt shenjtërisë dhe përjetësisë. Ngjallja është jo vetëm një fakt historik, por edhe një realitet shpirtëror që jeton dhe frymon në çdo aspekt të jetës ortodokse.
i përket gjinisë kompozicionale stiqërarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike janë krijuar 3 tipe kryesore kodikësh, që dallohen nga përmbajtja e tyre specifike: irmologjioni, stiqërari dhe papadika. Pikërisht nga këta 3 kodik janë përcaktuar pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale, të quajtura gjinia irmologjike, gjinia stiqërarike dhe gjinia papadike. Secila prej këtyre gjinive ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, që përfshin frazat muzikore specifike dhe stereotipike, të cilat veprojnë njësoj si fjalët në të folurën e përditshme. Këto gjini dallohen nga tekstura muzikore, nga karakteristikat e veçanta të tingullit, frazat muzikore, shtrirja, tempi e të tjera. Gjinia stiqërarike përfshin vargëzimet e vetë melodishme dhe lavditë e mbrëmësoreve dhe mëngjesores. Këto pjesë stiqërarike ndahen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në ato që paraprien nga vargu doksologjik, lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, të njohura si lavdi. Meloditë stiqërarike ndahen në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht në periudhën bizantine, shfaqen stiqërarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të njohur si stiqërarët bizantin. Në shekullin e 15, stiqërarët vazhdojnë në të njëjtën frymë me përfaqësues Manuel Crisafin. Gjatë shekullit të 17, stiqërarët fillojnë të zhvillojnë drejt një stili të ri kompozicional, me përfaqësues Gjergjin nga Athina, Panajot Crisafin, Gjermanoj Neopatron, Kozma Iviritin Maqedonësin, Petro Peloponezin, Jakov Protopsaltin, Hurmus Kartofilaksin dhe Melurgët nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stiqërarike ndryshon ndjeshëm, duke sjellë melodi krejtësisht të reja dhe më të shkurtra me përfaqësues Kiriako Kulidhan dhe Daniel Protopsaltin. Në këtë periudhë shfaqen edhe stiqërarët e rinj të shpejtë të Petro Peloponezit dhe përpunimet e Joan Protopsaltit. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, le të lexojmë fillimisht tekstin. I falem dhe lavdëroj dhe përhimnoj o Krisht ngjalljen tënde prej varrit, me anë të së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjithshëm të hadit, dhe i dhurove botës si Perëndi jetën e amshuar dhe përdëllimin e madh. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot. I falem dhe lavdëroj dhe përhimnoj o Krisht ngjalljen tënde prej varrit, me anë të së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjithshëm të hadit, dhe i dhurove botës si Perëndi jetën e amshuar dhe përdëllimin e madh. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë t'i psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, ashtu siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonlipit, pra e gëzimhidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vazhdim, le të dëgjojmë himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingullin tërthor të katërtit me bazën 1.
I falem dhe lavdëroj, dhe për imnoj o Krisht, gjalljen tënde prej varit, me anët së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit, dhe i dhurove botës i Perëndi, jetën e amëshuar dhe përdëllimin e madh. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. I falem dhe lavdëroj, dhe për imnoj o Krisht, gjalljen tënde prej varit, me anët së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit, dhe i dhurove botës i Perëndi, jetën e amëshuar dhe përdëllimin e madh. Për ta mësuar më mirë himnin që përzjodhëm për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze në mënyrë që të bëhet pjesë e jona dhe të mësojmë disa prej himneve të kishës sonë. Himni që kemi përzgjedhur për sot fillon me frazën I falem dhe lavdëroj. I falem dhe lavdëroj. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. I falem dhe lavdëroj. Në vazhdim kemi frazën dhe përhimnoj o Krisht. Dhe përimnoj o Krisht. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Dhe përimnoj o Krisht. Fraza që do të pasojë është gjalljen tënde prej varit. Gjalljen tënde prej varit. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Gjalljen tënde prej varit. Dhe në vazhdim kemi frazën tjetër e cila thot me anë të së cilës na çlirove. Me anë të së cilës na çlirove. Le ta dëgjojmë me vëmendje këtë frazë. Me anë të së cilës na çlirove. Fraza pasuese nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit. Nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë melodike. Nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit. Më pas do të kemi një fjali muzikore e cila thot dhe I dhurove botës I Perëndi. Dhe I dhurove botës I Perëndi. Le ta dëgjojmë këtë fjali muzikore. Dhe I dhurove botës I Perëndi. Dhe fraza e parafundit e këtij himni që kulmon me fjalën jetën e amëshuar. Jetën e amëshuar. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë muzikore. Jetën e amëshuar. Dhe kemi edhe frazën me cilën mbyllet himni I sotëm dhe përdëllimin e madh. Dhe përdëllimin e madh. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë përmbyllëse. Dhe përdëllimin e madh. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. I falem dhe lavdëroj, dhe përimnoj o Krisht, gjalljen tënde prej varit, me anët së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit, dhe I dhurove botës I Perëndi, jetën e amëshuar dhe përdëllimin e madh. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor.
Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë t'i psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin Të mësojmë t'i psalim Zotit.